Bismillahirrahmanirrahim. Tema 106, autori thot, kur na vjen, domthon lutja ose duaja kur na vjen diçka që na gëzon ose diçka që nuk na pëlqen. Pra për të dy rastet. Për të dy rastet kena sunet pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vepër që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur vjen diçka ndonjë lajm i mirë, çka më thon? Edhe kur vjen ndonjë lajm që nuk të pëlqen. Kjo është shumë e rëndësishme. Se njerëzit edhe në gëzim, edhe në ndëm së në mojnë peshorën e vetë. Dikush normalisht në ndëm ose në lajmet pikëlluese është ndikimi i tij ose reagimi i tij është shumë i rënd, shumë i keq. Për këtë arsye njerëzit edhe në ndëm marrin edhe probleme tjera. Pikëllim, ja bën dikush një lajm të mërzitshëm, pastaj ky përveç mërzisë e shton edhe ndaj mërzi tjetër me gjestet e tij, me fjalët e tij. Ndoshta edhe bën ndaj gjest, ndoshta edhe s'u ne kontrollon vetën, del pe kontrollit. Edhe pe gëzimit. Për këtë arsye dietar ka thonë që më shumti që shejtani ka mundësi mi marr njerit komandën edhe me dirigjuaj është çdo dy raste. Kur është shumë i hënnushëm, i mërzitshëm shumë edhe kur është shumë i pikëllueshëm. Edhe kur është shumë i gëzueshëm. Se në të dy rastet nuk mund ai me kontrollu ndjenjat e veta. Në të dy rastet ai del pe vetës vet. Edhe për këtë arsye shejtani çdo dy raste e shfrytëzon më shumti për me korrigju pastaj njërin. Edhe ju keni dëgjuar domthonë edhe pe jetës, edhe unë kam dëgjuar që ka mundësi ndaj njëri ka luajtur edhe pe mendve pe mërzisë të madhe ose ka luajtur edhe pe mendve pe gëzimit të madh. Ka ndodhur dikush pe gëzimit të madh, s'ka mund me kontrollu veten, çat shumë u gëzu, edhe ka livrit. E kjo ndodh për arsye se shejtani në çato momente e bën për veti. E pejgamberi sa çdo të dy raste e ka falendëruar Allahun sicili rast çysh i përshtatet. Për shembull kur i ka ardhur hadithin që ta ditë transmeton Aisha në Suninin e Ibn Majahs gjendet dhe Sheikh Albani ka konsideruar si të saktë. Thot Aisha, kur i vinte diçka që e gëzonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thonte elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Falënderimi i takon Allahut që me dhuntinë e tij plotësohen të mirat. Falënderimi takon Allahut për çit mirë që na ka sjell, që me dhuntinë e tij, me bujarinë e tij, me mirësitë që ja ka dhënë robërve, plotësohen të mirat. Ti ki mundsi, ti ki çep me bëni të mirë ndoshta, ose një punë me kry ndoshta, po Allahu ndoshta s'ta ka mundsu. Ndoshta është shumë e lehtë. Po Allahu s'ta ka mundsu. Andaj kur të vini e mirë, kur arrini sukses, për herë të parë çka thu, elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Falënderimi takon Allahut që me mirësitë e tij plotësohen të mirat. Nuk plotësohen të mira ndryshe vetëm se nëse don Allahu azza wa jall. Nëse ta lehtëson. So njeri ka punë para durve të tij. Vetëm një lëvizje më të vogël me bë e kryen një punë të mirë. Po Allah e sa mundson. Vjen dikush pe fundit dinjas para syve të tij e kryen një vepër që ai ka mujtur, po them, me një fjalë gojës me kry. Andaj krejt e mira është teufiki që Allah ja jep robit. Suksesi që Allah ja jep robit. Jo zotësia e tij, jo vrapimi i tij, domthonë mundi i tij. Këto janë punë që duhet robi me kry karshe vetës tij. Domthonë raporti i njerit me veten e vet është që me kry punë çka do të me kry. Po raporti i njerit me rezultatin nuk është domosdoshmërisht ajo çka ai e mendon me vetveten e tij. Po duhet çdo herë me prit ajo që vjen prej Zotit. Andaj nuk ka mundësi po plotësu punët e mira, adhurimet që i bëjmë na, veprat e mira, kjo fjalë përfshin çdo punë të hajrit, çdo punë të mirë. Qoftë ti kur e ke bë, qoftë që e ka bë dikush, vetëm se nëse Zoti ka dëshirë çdo punë më plotësu. Andaj edhe pejgamberi sa siç ka thënë njeriu që më shumë ti e ka falendëruar Allahun, edhe në këto momente të gëzimit ja ka dërguar falënderimin Zotit. Jo me thonë, qa për shefe, kum ditën e, s'ka. Une, i kum bë punë që se ka pas share parë qështu, ja. Ja, nuk ka qështu. So punë i bëj njerëzit me matematikë, veç 2 javë qëtë, 1 dhe 1, 2. A më ta Allah i del zera. Kur s'del as 1 bile s'del. Jo dhe kjo dështimet e njerëzve një ta mësojnë, si cili pej neve e ka një përvoj që ka qenë i sigurit, jo 100%, po 200% që shto ka me ndodhë. Edhe ka ndodhur diçka që ai se ka pritje. As se ka menuar. Andaj çka thua elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Falënderimi tek Allahut që me të mirat e tij plotësohen, me dhuntit e tij plotësohen të mirat.
E nëse ndodhe kundërta, e kur i vjen në diçka e pa dëshiruar, çka thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Elhamdulillah ala kulli hal. Pra falënderim. Për arsye se nuk ka mundësi me qenë rob i drejt me Allahun, ai që e falënderon për mirësi dhe e mohon ose e harron kur t'i ndodhi në fatkeqësi. Për shka? Për arsye se çështot Ibn Kaimi rahimahullah, në çdo gjendje robi që e falenderon Zotin, e falenderon për shkak mirësive që Zoti ia sjell, qoftë përmes punëve të mira, qoftë përmes fatkeqësive. Ose fatkeqësit kanë mirësi. Ti nuk e din. Nëse ti ka sprovuar Zoti diçka, na shtin pasurinë tonë, na shtin fëmijët tonë, ndoshta familjen tonë, e ti thua, çka u bë? Ja thuaj elhamdulillah ala kulli hal. Falëndrimi takon Allahut çdo gjendje. Dhe leja çështjen, dorëzoja çështjen Zotit. Nashti është për ty eron, nashti është fatkeqësi, nashti mendon që s'mundesh me të i kalu, po falenderoja Zotin që të ka zgjedhur ty me që sprov. E ndoshta s'ta ka qenë sprov që ti s'mundesh me të i kalu. E ndoshta përmes kësaj sprove Zoti ka ndalu pe një punë të keqe që me pas vazhdu, ndoshta mo s'kishe mund të më kthym mbrapa. Për këtë arsye e falenderojmë Allahun na për secilin gjendje që na ndodh. Dhe vllazni, kjo është çështja e parë e zbutjes së fatkeqësisë. Kur ti çështjen ja dorëzon Zotit. Në momentin që të godet fatkeqësia, që tu është më rëndësi me kontrolluar njëri vetën. Ai që del pe vetes vet kur ta godet fatkeqësia, më thon mas gjysore çka ke bëu, thot si më kon mirë me më, si më kon atë. A un pastaj më bëu të vonë, ka mundësi mo i hub shanse. E vetëm çato minuta, në çato sekonda, me pas mujt me kontrollu vetëm, pastaj çdo gjë më vonë i shkon krejt në rregull. Kur s'kish pas problem mo. Po në çato sekonda njeriu s'u kontrollon vetëm. Andaj nëse tu e falendron Allahun, në momentin që të godet fatkeqësia, ti e më një herë pushon atë ndikimin e shejtanit vetën tënde. Me falendrim që ja bën Zoti, me përmendjen e Zotit. E kur s'mund me ndiku shejtanit të tjerë, ti dal nga dal domthon, qetësohesh dhe e pret atë fatkeqësi me një gjendje të mirë. Po ashtu kjo është edhe e dobishme edhe për jetën tonë si njeri. Edhe unë e kam thonë në disa derse që këto dua që na të mësu të mbroja muslimanit, këto të kallëzojnë që në asnjë gjendje muslimani nuk ka mundësi me pas pasojë as prej stresit, as prej frikës, as prej mërzisë, as prej gëzimit të madh, as prej në i gjendje tron, në i vdekje, në i diçka në familje, nuk ka mundësi. Se gjitha këto dua neve na përgatitin për këto raste. Madje domthon duat janë ai thelbi kryesor i largimit të stresit, vezveseve në kry, problemeve që i sillen njerëzve në për kokë, e shumë gjërave tjera, smundje që janë të njohur ata që këtë kohën moderne. Dhe për këtë arsye nuk ka mundësi një njeri që e bën dhikr Allahun shumë, e përmend Allahun shumë, ban istighfar shumë, e falendron Allahun shumë, nuk ka mundësi që atë person me gjetë te që njëtën ku është edhe njeri me gajle, me stres, me probleme, ja. Pse? Momenti që i thuti, nashtë i ka gajle, momenti që i thuti, ha bre shaj ki gjenë, thot, elhamdulillah, veç që tjarë këtë të thonë, me njëherë, ty ta jep një bine që nuk ku ka ku me ditë sa keq. Elhamdulillah. Subhanallah, din është edhe ajo fort pamja, mënyra e diskutimit është shumë e lehtë, shumë e bukur. Po më thonë dikojnë atë shaj ki gjenë, thot, mos vetë për mua. Kry, ai vetë edhe një herë ja shtoj. Edhe ti ku ta shef shtu për një me pas ka vdek, para se me vdek. E për ata nuk ka mundësi mi gjithë njerëzit ma të kënaqur, ma të lumtur vetveten e tyre se ata që i bëjnë dhikr Allahun, që e falendrojnë Allahun çdo gjendje. Edhe kjo është edhe te pleqët e tonë domthon, që kanë kaluar për situata ndryshme, ata që janë musliman të mirë e që janë shumica e tyre. Domthon pavarësisht pas situata kanë kaluar, elhamdulillah. E ke vetë domthon na kanë kallëzuar edhe të afërmit e tonë. Ka pas borxhe, ka pas probleme, ke shkuar ke vetë shikipun, po elhamdulillah, mirë, elhamdulillah mirë. Veç që kjo ndjenja që e ka në vetveten e vet, veç që kjo ja ka dhënë atij një kënaqësi, një siguri në vetveten e vet. Gjendja e tij pastaj ashtu ka vazhdu. Se ti nëse thu kubre ose thu elhamdulillah, gjendja e njëjtë, ajo ndryshon. Po gjendja jote ndryshon.
Andaj edhe pejgamberi sa në çdo gjendje që ka ardhur, mas fakti që ka qenë ka falendëruar Allahun për atë që ai ka ndodhur, pavarësisht ai ka ndodhur. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që është sidomos në pranimin e provës. Si ta pranosh provën me lehtësi, kalon me lehtësi. Si ta pranosh me probleme, pastaj ka mundësi me të mbet problem i pasgjidhur gjatë gjithë jetës. Allah na ruaj nga çdo provë dhe na lehtësof që ta presim ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.